Në Kosovë po vazhdojnë të raportohen gjithnjë më shpesh vjedhje të rënda në komuna të ndryshme të vendit, ku qytetarët po bëhen caki hajdutëve. Rasti i fundit është regjistruar mbrëmjen e së shtunës në Klin, ku persona të panjohur dyshohet se kanë hyrë me forcë në një shtëpi dhe kanë kryer një vjedhje të rëndë. Sipas informacioneve që posedon sinjali, hajnat kanë depërtuar në shtëpi përmes një dritareje të hapur me forcë. Sipas deklarimit të pronarit nga shtëpia, dyshohet se janë marrë rreth 20.000 euro para të gatshme, stoli ari në vlerë rreth 6.500 euro, si dhe një armë zjarri, e cila ishte me leje dhe pronën e babait të tij. Fillimisht ishte raportuar edhe për mungesën e një laptopi dhe 50 fishekëve, por pas ekzaminimeve të kryera nga Krim Teknika, është konstatuar se laptopi ndodhej ende në dhomë, ndërsa fishekët nuk janë marrë. Në vendngjarje ka ndalë njësitet policore menjëherë pas raportimit, ndërsa me urdhër të prokurorit, rasti është iniciuar si vjedhje e rëndë. Hetimet për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e plotë të rastit janë duke vazhduar.